Në shtëpinë e Big Brother, çdo ditë sjell emocione të forta, momente të papritura dhe tensione që shpesh bëhen zemra e diskutimeve brenda dhe jashtë shtëpisë. Por këtë herë, vëmendja është përqendruar te Alba, e cila duket se ka vendosur të shprehë hapur ndjenjat dhe mendimet e saj ndaj banorëve të tjerë. Nuk është një moment i zakonshëm, sepse fjala e saj ka peshë dhe çdo gjest i saj ndiqet me kujdes nga të gjithë. Alba u drejtohet banorëve me një qasje të drejtpërdrejtë, pa fshehur asgjë. Ajo e di që atmosfera është e tensionuar dhe se nominimet e së hënës janë pranë. A e dini kush jetë një njeri që ka frikë nga nominimi? Pyet ajo, duke hedhur një tension të vogël në dhomë. Nuk ka nevojë për përgjigje, sepse të gjithë ndjejnë mesazhin. Çdo banor kupton se fjalët e saj nuk janë thjesht një koment i zakonshëm, por një paralajmërim, një mënyrë për të shkundur ata që mund të ndihen të sigurt ose të heshtur, por Alba nuk ndalet aty. Ajo vazhdon me stilin e saj karakteristik, të drejtpërdrejtë dhe pak provokues. Përmend ditët e javës, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Të hënën të vinë, nuk të lën fjalë pa thënë. Të martën, të mërkurën dhe të enjtën, vim të lepim. Si ti nuk ka kush. Fjalët e saj nuk janë thjesht të ashpra, por mbartin një mesazh të qartë, kushdo që tenton të qëndrojë në hije, nuk mund të shpëtojë. Ajo përmend Sasha dhe kushtrimin si shembuj të një loje të tillë, njerëz që e dinë si të luajnë lojen, por gjithmonë nën presionin e saj dhe të rivalëve. Tensioni në dhomë bëhet i dukshëm. Disa banorë ndihen të shqetësuar, të tjerë të intriguar, ndërsa disa thjesht përpiqen të shmangin konfrontimin e drejtpërdrejtë. Por Alba ka një mënyrë të veçantë për të mbajtur kontrollin e situatës. Ajo nuk flet vetëm për të folur, ajo flet për të lëvizur mendjet, për të provokuar reagime dhe për të nxjerrë në pa frikën që banorët mund të kenë për nominimet e ardhshme. Banorët kuptojnë se kjo nuk është vetëm një sfidë e zakonshme brenda lojës.